në këtë moment betejën e kemi përbashkët për të shpërbërë këtë rrjetin e Mirimangës që po pengon progresin në çdo fushë të jetës. Tani ty më shtrove një sfidë, çka keni ju ndryshe? Të paktën këtu do flas për vete. Ne kemi ndryshe e para qëndrueshmërinë. Unë kam marrë pjesë në zgjedhjen 2021 dhe ishim një nga 5 forcat reja që morën pjesë. Asnjë nga ata nuk janë sot. S'ekzistojnë, janë shkrirë, janë shpërbërë. Ne kemi qëndruar. Dhe vetëm kemi qëndruar, po jemi rritur. Pra kemi shku nga zgjedhjet e 2021. Në 2023 jemi 2 fishuar në çdo lagje. Kudo që kemi garuar zgjedhje jemi 2 fishuar. Fitum mandate në Këshilla Bashkiake. Kemi përfaqësim Këshilla Bashkiake. Tani jemi zgjeruar edhe me këtë koalicion më të gjerë. Por kështu që qëndrueshmëria është një nga gjërat që i ka dëmtuar forcat e reja këtu. Se kanë provuar, janë mërzit, kanë ikë. E dyta, ne nuk kemi vetëm fjalë, ne kemi vepra. Pra jemi vetëm një grupim nga të rinjt që nuk është se thjesht dajmë televizor e themi këta janë të korruptuar. Kemi bërë ca dosje, kemi shkuar në prokurori, të cilat kanë sjellë arrestimin e prerjen e fijeve që vinin lekë të ilaçeve, që vinin lekë të shkollave. Këtu jam dakord dhe ju keni qenë nga të parët që keni bërë denoncimet, por në këto denoncime që keni bërë ju dhe që janë realizuar, domethënë në arrestimet që janë bërë të shumë figurave, sidomos figurave që kanë qenë pushtet, sigurisht është reforma në drejtësi, që u realizu reforma në drejtësi, se po mos ishte realizu reforma në drejtësi, nuk mendoj që do të ndodhte, se edhe përpara ka pas korrupsion. Biles nuk dim kur ka qenë më i madh a më i vogël, por korrupsioni tashi doli në pa, sepse po vepron drejtësia. Dhe këtu mendoj unë, Rama nuk mendoj që kontrollon drejtësinë. Në të kundërt, mu më rezulton që segmente ose individ të spakut veprojnë në favor të Sali Berishës. Unë nuk po them, unë nuk e besoj këtë, po unë nuk po them. Jo, unë e besoj këtë, po ta shohësh me kujdes, sepse dëgjoj, unë e kam përsërit shpesh. Padyshim çdo njeri që i ka futur dorën në xhep fondeve të shtetit, parave të shtetit, që janë për shërbimin publik, duhet t'japi llogari. Por ne kemi ngjarje shumë të rënda, kemi vrasje. Po, padyshim. Sali Berisha do të ishte në Burg sot, do flinte në Burg. Jemi dakord bashkë me Fatmir Medion. Bashkë me Fatmir Medion. Jam dakord. Dhe ky tjetri pasaj gënjen shkova në Senat në një kohë që kur thotë isha në Senat që ti e di shumë mirë, Senat mund shkoj çdo njeri, ti mund shkosh takosh një senator, një kongresmen, dhe nuk e di kush janë këto, nuk është politika amerikane që përkrah Fatmir Medion, me para atje krijon takime, po deshe me $150,000 shko ha dhe drek me presidentin e Amerikës, se sa është shifra tash nuk e di. Tani, dhe këto kam para, për ta prus, Fatmir Mediu ka qenë një javë, atë javë që thojtë jam në Washington, ka qenë në New York, ku është taku me Secin. Pra, njerëzit nuk janë budallë, por le ta lejmë Fatmir Mediun se... Pra, thelbi është këtu. Nuk e kemi bërë ne reformën drejtësi. Unë po them që ne jemi në anën e drejtë historisë, pa jemi në anën atyre që kanë denoncuar. Përballë kemi ata që duhet ishin në Burg, dhe ata që një pjesë janë në Burg dhe po konkurrojnë nga Burgu. Mos harro, Ilir Meta është në Burg. Edhe ka udhë kandidaturën ke lista e PD-s. Pra, thelbi është kush është zgjedhja. Kur votuesi shkojë të votojë, do votojë këta që gjysmën e kabinetet e kanë në Burg, këta që duhet ishin në Burg, dhe këta që kanë pas guximin për t'i denoncuar. Tani, ç'a duam bëjmë ne? Ne duam të shkojmë në parlament dhe ta çojmë deri në fund të punë. Pra, duke qenë jashtë parlamentit dhe ne ja kemi dalë çojmë 2 ministra në Burg, të cilët vinin lekë të ilaçeve, mos harro këtë fakt. Vdisnin njerëz. Ju keni bërë denoncimin, i ka çuar në Burg drejtësia. Por i ka çuar në Burg. Marrim rastin e Ilir Beqës. Merr rastin e Ilir Beqës. Reforma drejtësi që krijoi Spaku. Jam dakord pra. Se ju nuk arrestoni apo jo, se mos u bosi ky Shehaj që thotë ti fusin Burg, kur vetë Shehaj duhet bëjë një transparencë për bizneset e veta. Kur vetë Shehaj është ai që e përflitet në gjithë korridoret e PD-s, ka dhënë pare për të hyrur si deputet kur ishte Lul Basha. Pra, gjitha këto njerëz i dinë, për shkak për ty, nuk thot njëri që ke dhënë pare. Po s'kam unë edhe po ta them. Po thelbi plus se s'kam qenë deputet i PD-s. Tani thelbi është këtu. Unë nuk po them që i kemi çuar në Burg, po pa kallëzimin ton ai nuk do ishte sot në Burg.